Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Nuk duket se do të frenohet rritja e çmimit të vezës, ndërsa pritet kërkesë më e lartë para Fitër Bajramit dhe Pashkëve. Në Shqipëri ka mbi 5 milion shpend, por azgjësimi i 430.000 pulave në dy stabilimente të mëdha rriti çmimin e vezës me rreth 67%. Ndodhemi edhe në një situatë në të cilën përgjithsisht kërkesa për vezë është konstante, por në mënyrë të vazhdueshme ka tendenca rritëse. Ne jemi për festash në të cilën kemi një nivel dhe një kërkesë për vezën e cila është gjithmonë në rritje. Dhe në këtë situatë është normale që neve të kemi një rritje të nivelit të çmimit. 975.000 vezë nga dy pularitë e prekura nga gripi i shpendëve u bllokuan nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që konfirmon se ato në treg janë të sigurta. Situata në treg është nën kontroll të plot. Trupat inspektuese të drejtorive rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për çdo ditë kryejnë monitorime në operatorët e biznesit ushqimor të cilët tregtojnë produktin vezë dhe nëse konstatojnë produktin vezë i cili mund të jetë në datën e prodhimit ku na është shfaqur influenca aviare dhe në vazhdimsi, ata në mënyrë të menjëhershme në bazë të ligjit të inspektimit bëjnë bllokimin e produktit. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Nga Shkodra, ku takoi kandidatë të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, kryeministri Rama tha se kush devion të shkojë aty ku e ka vendin. Ne e kemi shumë të qartë vijën. Kush është këtu për qëllimin e përbashkët është i nderuar. Kush devion nga rruga për qëllimin e përbashkët dhe e përdor fuqinë që i jep populli përmes Partisë Socialiste për të bërë punë jo të ndershme mbas shpinës tonë, të shkojë atje ku ka vendin. Është shumë e thjeshtë. Po në Shkodër Rama promovoi paketën e maleve, sqaroi hapat për të përfituar. Hyrja do hapet në momentin kur bashkitë do kenë depozituar përmes ministrit të shtetit për pushtetin vendor, do kenë depozituar hartat dhe mbi bazën e tyre hartave do hapen thirrjet, pra do hapet rruga dhe 500 aplikantët e parë do kenë 10 vjet pa asnjë lloj detyrimi ndaj shtetit, përveç kuptohet sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. As taksa, as TVSH, as gjë 10 vjet. Ndërkaq sa i përket Bankës së Zhvillimit, Rama siguroi se do të jetë në shërbim të bizneseve që nuk financohen lehtësisht nga bankat. Sali Berisha i bëri ftesë publike kryeministrit Rama për debat mbi programet zgjedhore. Ai mendon se Rama e ka zvendësuar me bashën Erion Veliajn. Të dalim debat për integrimin europian. Të vi, integrimi i tij europian është piramidë madhore mashtrimi. Çfarë ofron shqiptarëve? U ofron integrimin europian me emigracion. Pastaj thot ata që flasin për pensione aq e kaq, mashtrues dhe i pa shpirt. Pensionet do t'i rrisim siç kemi parashikuar. Nuk do ketë në Shqipëri pension ndën 200 euro. Ky njeri është i shkputur nga realiteti, është futur në një realitet zoologjik dhe idilik me lul bravën. Ndërkaq kryetari demokrat prezantoi propozimet për zhvillimin rural. Programi ynë për Shqipërinë madhështore në bujqësi bazohet në Made in Albania, mbrojtje sezonale e prodhimeve bujqësore, dalje e menjëhershme e Shqipërisë nga Ballkani i hapur që porrenon prodhimin bujqësor dhe blegtoral shqiptar, rritje sigurisht ushqimore nëpërmjet fuqizimit të institucioneve përgjegjëse. Top Albania Radio. Prokuroria e Tiranës mori të pandehur ish kreun e teknologjisë së informacionit në Policinë e Shtetit Ervin Muça, i akuzuar për hyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike kur ishte drejtor. Aktualisht Muça ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Hetimet ndaj tij nisën më 9 prill 2024 për veprën penale hyrje pa autorizuar kompjuterike. Qendrat e emigrantëve sot në gjadër të Lezhës shkoi Matteo Renzi. Ish kryeministri italian denoncoi se parat italianëve po shkojnë dëm. Nuk kanë funksionuar e kur nuk do të funksionojnë si qendra emigrantësh. Këtu shteti humbi gati 1 miliard euro, para që mund të shpenzoheshin për pensionet e pagat. Për Renzin do të ishte udhës që këto qendra të shndroheshin në burgje që shqiptarët e dënuar në Itali të jenë më pranë të afërmve. Lajmi nga rajoni.
Nisma e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për bashkëpunimin në siguri e mbrojtje është e hapur edhe për aleatë e partnerë të Bashkimit Evropian e NATO-s që duan të kontribuojnë për sigurinë në Europën Juglindore. Kështu e komenton qeveria kroate. Beogradi ngriti shqetësimin, por Zagrebi thekson se nuk është qëllimi i krijimit ndonjë aleance ushtarake. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se organet e rendit dhe drejtësisë duhet të trajtojnë me seriozitet shkaqet, rrethanat si dhe predispozitat e autorëve në mënyrë që të vijë drejtësi për vrasjet e ndodhura ditët e fundit në vend, si dhe të parandalohen raste të tilla. Më 23 mars, një 19 vjeçar u vra në vushtri nga një bashkëmoshatar, po në vushtri një ditë më vonë një 58 vjeçar ekzekutoi një grua dhe i dha fundjetës. Ndërkaq që mbrëmjen e dieshme një person u vra në Prishtinë, një tjetër mbeti i plagosur, siç njoftoi policia, ai u sulmua nga 2 vetë të maskuar e të armatosur. Pas 17 viteve pavarësi, Republika e Kenjas, një nga shtetet më të rëndësishme të Afrikës, ka njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Lajmi është bërë i ditur nga mediat në Kosovë dhe tashmë pritet që qeveria e Kosovës të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kenjan dhe të hapë një ambasadë. Lajme nga bota. Presidenti francez Macron sonte pret homologun Ukraina Zelenski përpara një samiti të vendeve që janë të gatshme për të ndihmuar në garantimin e një marrëveshje të mundshme paqeje Ukrainë-Rusi. Aleatët perëndimor po konsiderojnë monitorimin e një zone të mundshme të çmilitarizuar në kufirin ruso-ukrainas. Zelenski thotë se Ukraina nuk i beson Kremlinit pas sulmeve të fundit të ruse, suksesin e një marrëveshje të mundshme për të dhënë fund goditjes ndaj infrastrukturës energjetike detare. Presidenti i Ukrainës është shet të varur nga Moska. Në orët e para të mëngjesit vazhduan sulmet ruse me dron. Numri i viktimave nga zjarret që përfshin juglindjen e Koreas së Jugut ka shkuar në të paktën 22, ndërsa autoritetet njoftuan se shifrat mund të vazhdojnë të rriten. Një person u raportua i zhdukur dhe 2 të tjerë të plagosur rënd. Sport. Me ndeshjen Lazio Elbasani, sot u çel java e 31 të kategorisë superiore. Prej pak çastesh po luhet pjesa e dytë e takimit, që pjesën e parë mbylli në rezultatin 0-1. Pas rreth një ore nis përballja Tirana-Bylis. Nesër 3 ndeshje të tjera, Dinamo Partizani, Teuta Skënderbeu dhe Egnatia Vllaznia. Reimana, i protagonisti kryesor në fitoren e Shqipërisë 3-0 ndaj Andorës, është përzgjedhur nga UEFA si një nga kandidatët e mundshëm për të fituar çmimin e lojtarit të raundit të dytë të kualifikueseve për Kupën e Botës. Votimi i hapur në faqen e UEFA-s gjatë deri nesër në orën 15. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushtet të paqëndrueshme atmosferike, moti vjon me vranësira që shoqërohen me reshjeshiu. Temperaturat variojnë në zonat malore nga 5 në 14 gradë, në vendet e ulta 8 deri 20 dhe në Bregdet 7 deri 20 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erselda Doko. Unë jam Ervin Nikola. Kjo është Top Albania Radio.